dashuria më e bukur në jetë apo në këngë? Po në të dyja të njëjtë. Sigur në jetë, sigur në këngë. Okej. Ha, njëtë edhe për mua, është dashuria më e bukur në jetë apo në këngë? Dashuria në jetë duhet më konë shumë e bukur. Kur është në jetë e bukur, më mendoj që edhe kënga do edhe më e bukur se të përcjellë njëta dashni. Inspirohesh. E cega edhe pak më herët, vetë jeta o dashni. Prej momentit që ta ka dhonë Zoti shpirtin edhe të ka falë në këtë jetë, dësh më konë falendëruar se më konë shumë i dashur mas tjerëve, edhe më thonë drejtën pse vetë profesioni neve na ka bu pak më të egër si natyrë, po besom që ka herë vuj thëmë me mujtë më bu alo më i dashën, e sidomos me pjesën e familjes kur nuk je shumë afër tyne, kanë munges dashnin tonë për folin përgjithësi, muzikantët e vujnë me familje, kështu që më me jap dashni sa më shumë, kur ta ki dashnin për çdo ditë, edhe në këngë e shprehn njëjtën dashni. Jo dhe për festa nuk jeni me familje, e tregu që edhe mbrëm keni këndu. Por jo. Qysh është kjo? As vikendeve si jemi. As vikendeve. Kemi harruar që është mirë prit vitin e ri në shtëpi. Na vitin e ri sta. Pa vjet të vjet. Është pak e zëshme për familje, është e zëshme për familje, por tash ti edhe neve nuk kanë bërë shumë vjet gati, 18-20 vjet që unë jam kthy, ju kam rikthy muzikës, edhe dikun 17 vjet jemi bashkë si grup. Mos më tepër nuk e di se vjet po shkojnë shpejt. Edhe e mësu edhe familja, e mësu e dinë që lloji profesionit është kështu edhe ata e bënë jam ne, e dinë se sjena me aty, është mungesë. Edhe po shkojmë vitin e presim një janar, mos e të lirohem pak. Mirë shumë. Vazhdojmë me tjetrën? Du të misho s'kreta? Po. S'ka do me anën, sigurt. Hajde, të shpirë me një sa po thot? Ku ka goç kjo. Cila ka qenë kritika që të ka lënduar më shumë, por të ka bërë më të fortë? Me thonë drejtën e kritikë shumë serioze në herë njëtë nuk e ku marë, nuk jam një djallë që bëj gabimet rona, por kritika kemi na gjatë çdo performance e donin e kemi atje mbrapa për shembull ma që i shesamët, e kur dulen pauza thotë çu se çto bën një gabim, çto e ke çto bën apo di, ose çu se keni person atje se unë pak jam harresën e kam shumë zhvilluar, edhe nuk i maj mend fort fytyrat e njerëzve, nëse ku mbaj me një herë kam shumë problem. Mi majtë manë për herën tjetër, kështu që ma kujtojnë ose Genti, ose do një thënë që sëson do Dilara, me Saro përshëndet e Dilara se jemi ku në emisión ose diçka, mi mojnë në qitë pjesë, që për ndyshë kështu. Genti? Ata lezoj edhe herë, me Sarove. Për thotë, cila ka qenë kritika që të ka lënduar më shumë, por të ka bërë më të fortë? Është të kësha mujtë mi cekë që ato që thash pak ma herët, thjeshtësinë që kam me njerëz, nëse në një moment caktun jam sill në mënyrë më të vrasht ose diçka, prap me doni se jemi pak shoqni ma vjetër, ma të lidhur ma shumë, edhe familjarisht. Nëse ma ka japat kritikë, nështë në moment më ka djegë, nuk më ka ardhur shumë mirë, po me kohë kum pa që efektet i ka pas ma të mira, dhe më thonë ka qenë ma në rregull. Po jo diçka tjetër. Atë ka ndryshuar fama, mënyrën si i beson njerëzit. Po, për shkak se sigurisht ju ballafaqoni me gjithë shka, edhe unë thëmë çdo herë, muzika është një industri shumë e vështirë. Ka konkurencë, ka njerëz që ndoshta munohen çdo herë me zonë vendin ose diçka, edhe ndoshta ti beson më shumë se sa që duhesh ka njerëz. Unë mendoj që njeriu nuk duhet me ndryshu edhe nëse ki famë, edhe nëse bosh i njoftën të njohë një për sa ma shumë që ki famë, sa ma shumë i njofshëm për publikun, aq më i thjesht dush më konë. E para, dyta, kritikat janë të mira, ku ti merr pi tjerëve, po duhet më mundu më konë i thjesht, mi përshëndet zjedh. Mos më marrë me dikon tjetër, më mujt mja marrë një grupi tjetër, një të mirë, ose si do këngë që i këndum këngëtarëve tjerë, pak ma e që i këndum, janë të mira, merre këndo. Për nuk kemi drejt na me gjyku dikon tjetër. Kështu që mirë është me këshyr punën tonë, secili, edhe me vazhdu me kritikat tona më bo autokritik. Jente? Në ndryshuar fama në mënyrën si beson njerëz. Po me të thonë drejtë. Nuk është që më ka ndryshuar ashtu. Ha, dhe ta këshyrim qetrën?